Atëherë të nderuar shikues, tash jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni ku do ta përforcojmë edhe më shumë atë se çfarë diskutuam në pjesën e parë. Do të kemi një mendim komplet ndryshe nga një psikologe ku sot kemi nevojë më shumë se asnjëherë tjetër për këshilla. Kështu që kam shumë kënaqësi të kem në studio psikologën, psikoterapistën Vlera Bokshën. Vlera, shumë faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Zgjohem. Faleminderit juve. Është kënaqësi me qenë këtu me ty. Vlera, titujt kryesorët në media këtë kohën e fundit kanë qenë dhunë, vrasje, plagosje, aksidente, pra si po e shefni këtë situatë e cila më duket është mjaft shqetësuese për momentën në vendin tonë. Po, realisht është situatë shumë, dihet që është shumë shqetësuese për vetë faktin që domethënë për ngjarjet që kanë ndodhur, po njëkohësisht edhe për debatet, diskutimet edhe gjithçka domethënë që mandej po merr kohje si po don edhe më thonë se cili sot ka hapësirë me jap komente, jo të gjithë, më thonë e bojnë një vlerësim para prag se çka dojnë me ndo, ose çka dojnë me transmetu, jo se cili është profesionisti që asoj fushë që komenton, edhe kjo mandej e bën edhe ma problematike situatën, shkakton edhe ma shumë kaos mes, më thonë mendjet një farforme të qytetarëve, në mënyrën si ata i perceptojnë ose i shohin situatat, jo vetëm këto, mirë po se kjo është diçka që ndodh edhe kryhet, dhe më thonë është shumë e dhimbshme me thonë që njerëz që po vdesin vorrosen, edhe familja vazhdon dhimbje, mirë po diskutimi vazhdon prap, edhe ajo hutia, konfuzioni, domethënë shoqëni është evident ende. Po neve nuk po na zgjat shumë se ne duke e diskutuar një temë po ndodh tema tjetër. Domethënë çdo vit po i kemi disa stade gjatë vitit që po kemi situata të tilla. E kjo normalisht që është shqetësuese për të ardhmen. Po vjen për duket se po bëhen të zhurmshme vetëm kur po ndodhen raste të tilla dhe pastaj po harrohen edhe sikur po i lajnë anash dhe nuk po e marrin atë vëmendjen e duhur që më ju paraprim mos më u përsërit këto raste. Po, është e vërtet, për shkak se ne duhemi me gjithmonë më e lehtë është parandalimi, se sa kur ndodh. Më lehtë është me parandalu një problematik se mandej me trajtu, domethënë çështjen, me trajtu individët që kanë qenë pjesë e ngjarjes, me trajtu familjen, rrethin, për shkak se një individ e ka një rreth, domethënë dëgjon, qoftë prej moshës, domethënë të vogël deri në rritje, secili e ka një nan, babë ose burr, gru, fëmijë, lagje, koishi, vendin e punës, edhe domethënë të gjitha, nëse dikush afektohet për një situatë, është një individ, aty përfshihen edhe shumë të tjerë, mos themi që sot domethënë kemi përfshirjen edhe të më shumë ma gjerë se ma herët. Me u fol, paraprakisht është sendi ma i mirë që mundet me qenë. Mirë po, na duhemi me fol për problematikat duke fillu nga fëmijëria hershme. Duke vazhdu më tutje. Për shkak se unë gjithmonë e ceki fëmijërinë e hershme duke ditë ndikimin e madh që e ka, fëmijëria hershme në mbarvajtjen e jetës, në ecurinë, në të qenit bashkëshort ose bashkëshorte me tutje, në të qenit, prind, kolegi dikujt. Këto të gjitha njeriu ndryshon. Ne gjatë punës tonë të përditshme si psikologë shohim që njerëz kur dojnë mundin me ndryshu. Mund të ndryshojnë kur ata dojnë, normalisht është proces në vete. Mirë po shumë më e lehtë kur e kia të përgatitjen paraprake që ta lehtëson, jetën, e lehtëson jetën për ty, po njëkohësisht edhe për njerëzit përreth teje. Unë gjithmonë e marr një shembull si plastelinën fëmijërinë e hershme. Është e butë në fillim edhe ne çu dojmë ja japim atë formën. Mirë po kur ajo ose argjila që forcohet, kur forcohet mandej ti ndoshta mundesh me ndryshu. Mirë po kërkohet forcë, kërkohet goditje, që me ja jap me ja ndryshu çat formën që ne ja kemi dhënë. Ndërsa fëmijëria e hershme 0-6 është ajo që e bën çet diferencimin, e na kemi shumë nevojë me u marrë me çat pjesë. Çtash nëse miremi, jemi tu punu në gjeneratën e ardhshme. Mirë, po një temë tjetër e cila po më duket se edhe është bu shumë problematike. Këto ndasit që po bëhen Vlera, burrat edhe gratë, është pse ende është kaq e vështirë me gjyku një person thjesht si qenie njerëzore, po jo me bëhet ndasi se ky është burr ose ky është gru. Se më duket se po vazhdon me hap ende shumë konflikte dhe këto sikur po kenë pasoja shumë të mëdha pastaj në shoqëri. A kanë pak faj edhe pjesa mediatike që po i bën shumë të zhgëmshme nganjëherë? Po realisht, domethënë mediat e kanë një pushtet jo shumë të vogël në mënyrën ose në ato mesazhe që i përcjellin dhe ka një efekt jashtëzakonisht të madh
që ndonjëherë ne edhe vetë mund të jemi ndoshta të vetëdijshëm, një fjalë jona sa ndikon te dikush. Po e kanë rolin e vet që ish desht me menaxhu shumë më mirë për shkak se me tentu gjithmonë me transmetu vlera, me transmetu që ato që më thonë është e nevojshme për njerëzit. Për shkak se kur dëgjohet gjithmonë, domethënë u vra, domethënë gjithmonë lajme jo të mira, atëherë normalisht secili afektohet, secili preket. E sa i përket kësaj pjesës ndasive burra gra, ndasia edhe psikologjik, edhe biologjikisht mas pari ekziston, për shkak se ne si trupa, si fizik, si biologji, nuk jemi të njëjtë. Por tash po i jepet ndonjëherë një kohje pak që po shkakton konfuzion edhe po shkakton debate pa të cilat edhe mundemi me jetu dhe me funksionu shumë mirë. Për shkak se, për shembull, ka qenë një teoretician në fillimet e zhvillimeve të psikologjisë, Carl Jung, i cili thotë që gruaja ka nevojë, domethënë me e pas domethënë me e pas hije në një burr i afër. Edhe kjo tregon që domethënë qenia njerëzore ata përmbushen me njëri tjetrin. Ata e plotësojnë njëri tjetrin, edhe kur e shikojmë këtë pjesë me gjykim, me sy gjykues, që domethënë burrat, përgjithësimi asnjëherë nuk është i mirë. Domethënë nëse një gru e bën një veprim jo të mirë, domethënë sipas normave sociale që ekzistojnë tek ne, atëherë nuk mund të themi që të gjitha gratë e bëjnë. Apo e njëjta ekziston edhe me burrat. Për shkak se ky përgjithësimi kur ne po ja atakojmë burrat, atëherë automatikisht po krijojmë një zonë komfori për ata, që ata, domethënë me mendu që okej, apo thojnë burrat bëjnë keq, s'ko ka problem, po bëjmë keq masi ne qenkem të prirur edhe kokëm njerëz të këqij në farë forme. Kështu që, domethënë, përgjithësimeve duhem me tentu me ju largu për shkak se na funksionojmë si qenie, si individe, jo si grupe. Shumë e vërtet. Edhe mendoj që duhem me pas shumë kujdes në mënyrën se si trajtojmë problemet e tilla në publik. Vetë jam grua dhe vetë jam pjesë botës e televizionit, edhe mendoj që kemi përgjegjësi shumë të madhe sepse këto diskutimet që po bëhen ndaj grave në studiot televizive, sikur nuk po i mendojmë pasojat që mundet me i pas me një familje dhe dikujt ndoshta mundet me i kushtu edhe me jetë ajo. Kështu që pikërisht këto adeshta me diskutu se si sheni jo në këndin e psikologës këto diskutime që po bëhen, sepse nuk mundesh me dalë me një studio vetëm me fol, vetëm me gjyku anën mashkullore, duhet pak me kujdes. Po realisht pse nuk kemi qenë të kujdesshëm, jemi këtu ku jemi ndoshta. Normalisht që nuk mund ta lëmë fajin komplet të kjo pjesë, mirë po që e ka një pjesë të madhe të përgjegjësisë, e ka, për shkak se siç tha dhe ti nuk mund dalim vetëm me fol diçka, e që realisht sot shumë shpesh ndodh. Unë sot erdha me shumë kënaqësi për ndryshe, për shkak se i shikova disa pjesë të jujat, se është bo shumë problem sot me qenë pjesë e një emisioni. Është bo problem për shkak se, domethënë, ju gjithmonë trajtohen temat në kuptimin që me dhënë vlera ose me ndohet diçka prej, po gjithmonë tentohet me shku në pika të cilat personalisht për mua nuk kanë interes. Shoqëria nuk duhet të ketë interes si jetojnë ose çka bëjnë. Po unë kam një profil përmes të cilit do thotë arri me dhënë diçka. Unë i dëgjoj të tjerët të cilët e kanë profilin e tyre dhe kështu dhe jo të bazohemi, domethënë në individ dhe mandej të degradohet, për shkak se po degradohen mediat në përgjithësi. Kështu që, domethënë, po të jemi më të kujdesshëm. Edhe ne kur jemi në rolin e të ftuarit diku, apo kur jemi në rolin e personit që e moderon një emision të caktuar, gjithmonë me u fokusu të ajo vlerë. Më thonë për shkak se nëse bëhemi shumicë, edhe po konsideroj që sot audienca është lodh me ato lajmet bombastike, edhe po gëzohem kur po takoj njerëz, edhe kur po lexoj të cilët e vlerësojnë ato tematikat edhe trajtimet e shtjellimet e mirëfillta. Për shkak se diçka që bëjmë buj shumë të madhe, gjithmonë të duket e bukur e hofshme, mirë po nuk e ka atje gjatësinë. Kështu që një standard i cili qëndron është stabil, i mirëfill, domethënë gjithmonë është më stabil edhe më i qëndrueshëm konsideroj. Kështu që po, unë mendoj që media ka një rol edhe që duhet me qëndru për shkak se unë ju kuptoj për shembull edhe në rastin e ju vetë njëkohësisht që nuk është e lehtë gjithmonë me trajtu temat mirëfillta, për shkak se tregu kanjëherë e kërkon diçka tjetër. Po, edhe kur qëndron,
Domethënë gjithmonë e sheh vlerën. Tash unë bazohem prej vetes, unë kur e marr një ftesë, gjithmonë hyj edhe shikoj, hulumtoj paraprakisht, edhe kur e shoh mënyra që trajtohen temat, edhe e vlerësoj a ja vlen me shku ose jo. Për shkak se kështu që konsideroj që shumë si unë e bëjnë të njëjtën. Edhe duke vepruar në këtë formë, ne kemi me ngrit standardin e medjave të mirëfillta. Pikërisht ky është qëllimi i emisionit zgjohet që të qisim në pa vetëm ato anë pozitive dhe të mundohemi që të edukojmë sadopak publikun dhe të japim disa këshilla të cilat u hym punë në përditshmërinë e tyre. Vlerë, po ndalemi pak edhe tek pjesa e besimit, sa na ndihmon besimi, feja në parandalimin e rasteve të tilla në shoqërinë tonë. Po. Besimi ka ndikim shumë të madh në parandalim, për shkak se besimi realisht merret me parandalimin, domethënë. Normalisht që janë edhe mënyrat e trajtimit si besimi, në këtë rast besimi islami trajton, po secili besim tjetër që i ka ato, domethënë, standardet ose parimet e veta në të cilat bazohet jeta njerëzore, por që ka efekt shumë të madh. Për shkak se ne në punën tonë të përditshme jemi dëshmitar të gjallë në një farë forme që njerëzit të cilët e kanë besimin i kalojnë situatat edhe vështirësitë e jetës shumë ma lehtë. Pa desh me gjyku njerëzit të cilët nuk besojnë, për shkak se ne në përditshmëri punojmë me njerëz shumë të ndryshëm. Edhe kjo laramania, domethënë, e bën edhe të bukur jetën, e bën më interesante, por prap realiteti është që, domethënë, nëse në një situatë kalojnë dy njerëz, njëri ka besim dhe tjetri jo, gjithmonë njeriu me besim, domethënë, e kalon më lehtë. Ballafaqohet me vështirësi gjithsesi. Askush nuk është i privuar ose i kursyer prej prej vështirësive të jetës. Mirë po te pjesa e kalimit ka realisht efekt shumë të madh. Ne kur njeriu funksionon si qenie individuale, po njëkohësisht funksionon edhe në aspektin social ose grupor, për shkak se, domethënë, ne jemi qenie sociale që kemi nevojë me ndërvepru me të tjerë. Po njëkohësisht edhe besimi, domethënë, e luan një rol shumë të madh në gjatë punës tonë të përditshme. Bilon ka një herë njerëzve kur jemi në seanca ju tregoj që ky model, e kemi një model të cilin e bazojmë domethënë punën tonë, që me pa sa njeriu është i përkushtuar te vetja, sa njeriu është i përkushtuar te tjetri, sa është te besimi ose te ambicjet e veta. Janë domethënë këto katër komponenta që e përbëjnë jetën e njeriu dhe kanë tepër rëndësi. Edhe kjo rëndësi në bazë përqindjeve ose të kohës që ne japim për secilën, e tregon atë balancin tonë të jetës, sa jemi të balancuar. Mos ndoshta jemi në njërin shumë më shumë ndërsa në tjetrën fare. Edhe ky disbalancë mandej mundet me shkaktu probleme, konflikte me veten ose konflikte me tjerët. Besimi është njëra ndër to, dhe gjithmonë njerëzve kur vinë ju tregoj që nuk ka të bëjë me besimin islam. Domethënë se ndoshta ndonjëherë dhe veshja ime jep atë konotacionin gjithmonë të pjesës, domethënë fetare islame. Por që njerëzit jo të gjithë janë të njëjtë. Por me këtë po dua të them që besimi ka një rol, që në momentin që domethënë ne nuk kemi kemi një përqindje shumë të ulët të besimit, nuk e kemi në proporcion me komponentat e tjera. Atëherë automatikisht kemi me pas, domethënë, problematika me veten. Ne vetëm kemi nevojë me ditë që kur na ndodh një fatkeqësi në jetë, ne më thonë ka qenë caktimi i Zotit. Domethënë me pas një vend ku ne mbështetemi, domethënë me ditë, me pas një mendim ku ne mbështetemi në vështirësitë tona të jetës, për shkak se kjo realisht e lehtëson jetën tonë, i lehtëson të gjitha proceset, domethënë, tonat, edhe e largon atë idenë që ne mundemi me mbikontrollu. Sepse njerëz shumë shpesh në përditshmëri vujnë prej tendencës për mbikontroll. Domethënë tentojnë që çdo situatë në jetë ta mbimenaxhojnë. Ti mbimenaxhojnë vendin e punës, fëmijët, bashkëveprimin me partnerin ose partneren, më thonë që tjetri unë duhet me menaxhu, duhet me tregu, jo, duhet me jetu, më thonë të qetë, duke tentu me bo matë mirën, mirë po duke i lojnë gjanat me rjedh vetë, për shkak se kjo e mandej kur na ndodhin fatkeqësitë, tendenca për bikontroll, ne gjithmonë ku kthehemi nëse nuk kemi besim te vetja. Unë jam fajtore, unë nuk kom pas këto, ato, domethënë këtu lindin konfliktet dhe kjo e tregon rëndësinë e besimit që e ka në jetën tonë. Rrip duhet me undal patjetër tek një rast rëndëtës i cili është zbuluar kohët e fundit në Prishtinë, ku një 58 vjeçar gjyshohet se për rreth një vit ka dhunuar një vajzë e cila është vetëm 14 vjeçe. Si e komenton këtë? Kjo është
Jo, mjaft, po më duket fjalë e vogël, po shumë e dhimbshme. Është e dhimbshme fillimisht për realitetin e një 58 vjeçari, po është i dhimbshëm edhe fakti pa disht me gjyku në asnjë moment familjen, fakti që një vajzë e re nuk e ka hapësirën për një vit keq trajtim edhe abuzim me diskutu këtë temë me familjen, me pas një person të afërt me të cilin e ndon, më thonë shqetësimin. Kjo lind shumë pikpyetje rreth mënyrës si ne prindërojmë sot. Për shkak se prindërimi sot është në krizë. Do të thonë globale, nuk është vetëm tek ne. Prindërimi dhe arsimi janë krizë globale për shkak të zhvillimeve të vrullshme teknologjike. Padesh edhe në këtë rast me etiketu ose me akuzu një farë me teknologjinë. Mirë po që e ka një efekt e cila ka pasojat e veta. Ka pasojat të cilat ndoshta sot ne kemi marrë në një kohë kur teknologjia ka me qenë pjesë e jetës sonë, më thonë 100% më shumë se tash. Mirë po sot jemi në atë stadin, më thonë, ku po tronditemi më shumë prej saj. Edhe kjo po e bën që prindërimi si arsimi, dhe më thonë me qenë problematika shumë të mëdha. Mënyra si prindëron, për shkak se ne kemi stile të prindërimit në aspektin psikologjik. Por sot, dhe më thonë, hovi madh edhe mënyra ndryshe e jetës është duke e sfidu edhe, dhe më thonë, edhe teoritë psikologjike po i sfidon. Edhe të njëjtën po e bën edhe, dhe më thonë, te pjesa e prindërimit, për shkak se nuk mund të prindërosh njëjtë si është prindëru para 20-30 viteve. Po njëkohësisht nuk mund të jesh ai prindi, dhe më thonë, super liberal, kur kemi nevojë pak gjithçka me shku shumë gradualisht, edhe me jap hapësirë, me ofru. Mendon që liria e tepërt në këtë rast tek fëmijët po sjell pasoja të tilla? Po, liria e tepërt, njeriu gjithmonë si në raport me veten, po ashtu edhe në raport me tjerë duhet të jetë i balancuar, edhe në raportin me fëmijët e vet. Do të thonë as mos të ketë liri totale, po as mos të ketë shtrëngim të madh. Do të thonë të tentojmë një kontroll, balans. Një balans, ta kontrollojmë fëmin me respekt. Më thonë, si ta kontrollojmë me respekt? Jo, ma jep telefonin, unë ta shko me këshqyr me kënje të fol. Po, krijoje një mënyrë që ti e kontrollon telefonin, mirë po fëmia pa e ditë, pa e kuptu. Më thonë, ku ti e din çka po ndodh, ku edhe fëmia nuk ndjehet i cënun prej teje, ku nuk ndjehet i akuzun prej teje, për shkak se nëse ne shumë shpesh na ndodh me prindërit që nuk kanë faj, për shkak se njeriu jeton në shpinë e vet i qetë, i relaksuar dhe funksionon ashtu që ai mendon që është mënyra më e mirë. Mirë po ndonjëherë disa reagime, disa veprime të prindërve ose qasje, më thonë, nuk i përshtaten karakterit fëmisë, dhe nëse e pyet prindin, thotë unë krejt ja ofroj, po nuk e di çka ka, nuk dëgjon, më thonë, sjell shumë problematika rreth fëmisë. Okej, nuk është gjithmonë te familja, për shkak se edukimi i fëmisë prej moshës 3-4 vjeçare fillon domethënë edhe jashtë familjes, në institucione parashkollore, shkolla, rrethi shoqëror, ka atë efektin e vet që ndikon te fëmia. Por duke vazhduar edhe me tutje, domethënë, edhe që mosha adoleshencës është konsiderohet si më problematikja për shkak të ndryshimeve të mëdha, edhe në aspektin e hormoneve që ndodhen ata. Edhe kështu që kjo është e dhimbshme, mirë, po çka kisha desht me sugjeru për prindërit, për fëmijët, është që me pas një komunikim sa më të hapur mes veti, mos me pas gjykime, pavarësisht që ne, domethënë, si prind, shumë shpesh e kemi problem me kuptu botën e fëmisë, botën e adoleshentit në këtë rast. Për shkak se secila gjenerat has në tranzicione, ka tendenca me bëu revolucion. Edhe ne duhemi me pranu çto, që vjen gjenerata e radhës, edhe domethënë ata kanë mendësi ndryshe ndoshta prej nesh, edhe nuk do të thonë 100%, dhe nuk ka mundësi, për shkak se asnjë gjenerat nuk ka mujt me pas domethënë 100%. Kështu që ta marrim si një proces normal tonin, tjetës që veç duhemi të tentojmë veç me menaxhu sa më pak pasoja. Mirë, Vlerë, por kur jemi tek rast konkretisht tek kjo vajzë e cila është dhunuar, cilat janë pasojat në jetën e saj? Si duhet të trajtohet që ta kaloj sa më lehtë këtë situatë kaq tragjike që është? Mbështetja familjare është e para. Domethënë që duhet të jetë prezente, gjykimi zero. Për shkak se ne kemi shumë tendenca që në raste të tilla ta gjykojmë personin i cili e ka pas një përjetim të caktuar.
normalisht që ka nevojë të trajtohet edhe me profesionistë të shëndetit mendor, edhe me shpresë dhe besoj shumë që po ndodh një gjë e tillë. Do të thonë, për shkak se pasojat nuk janë të vogla, ajo është një vajzë e re, e pa, do të thonë, që nuk e ka arrit ende stadin e zhvillimit qoftë fizik edhe mendor, do të thonë të jetë përgatitur për sfida të tilla jetësore. Edhe pse një sfidë e tillë nuk duhet t'i ndodh askujt pavarësisht moshës. Mirë, po një moshë kaq delikate që është 14 vjeçare, adoleshenca, do thotë është një përjetim traumatik, jo shumë i lehtë. Kur po them traumatik, nuk po e them rastësisht, për shkak se trauma nuk është ngjarja që ndodh, po është përjetimi. Po një përjetim i tillë, do të thonë, pothuajse gjithmonë përjetohet si traumë, se nuk ka mundësi të përjetohet ndryshe. Mandej ajo vajzë ka me kriju lidhje, familje në të ardhmen, edhe kjo normalisht kjo situatë ka shumë gjasa me ja vështirësu ndërtimin e një raporti, do të thonë, nëse një raporti martesor. Kështu që mbështetja familjes, mosgjykimi i shoqërisë, ka nevojë që të jetë mirëkuptimi për rastin, por asnjëherë të tentojmë ta shuajmë si realitet. Për shkak se mënyra si ne zakonisht këtyre situatave jetësore të vështira ju qasemi, është që ne të mos i përmendim si ngjarje. Do të thonë, gjithmonë brenda familjes themi shuni se erdh ky tash edhe mos dëgjon se preket. Edhe në rastet e vdekjeve. Nuk e përmendim nanën që ju ka vdek fëmijëve për shkak se fëmijët mërziten, që realisht mërziten, po është një mërzi, një realitet që ne duhemi mu ballafaqu. Sa më shumë që i ikim realitetit, i kryejmë vetes vështirësi për të ardhmen. Na duhemi mu ballafaqu me realitetet tona, për shkak se, domethënë, që t'ja lehtësojmë vetes jetën. Është një dhimbje momentale, po që është një parandalim i gjendjes tonë të shëndetit mendor për të ardhmen. Kështu që do thotë, nëse ajo ka nevojë, kurdo që ajo ka nevojë me përmend si histori, mos e blloko. Leje këtë vajzë, edhe secilin rast që ka mujt me qenë i tillë, por që do thotë nuk është bë publik. Por leje deri në momentin sa është e gatshme me bisedu. As mos t'i bëjmë trysni të flas, se ndonjëherë këto trauma, do të thonë, për shkak se me trauma nuk e dim ku prekim, nuk e dim, do të thonë, deri ku mundemi me shku dhe çka mundemi me ringjall. E duhemi me pas kujdes, do të thonë, që mos me ringjall diçka që, do të thonë, mundet mandej me na nxjerr të lashëm atutje. Po kur jemi tek gjykimi i shoqërisë, tash po më kujtohen shumë shpesh e shoh nëpër komente, komentuesit thonë, po e ka lyp. Po. Pra jepet ky gjykimi publik, cilën viktimat në këtë rast e përjetojnë mendoj shumë rënd. Këtu ky gjykimi publik po konsideroj që është problem shumë i madh sot, edhe i cili po dërgon në situata shumë të ndryshme, alarmante, të cilat po mos të ekzistonte gjykimi publik, do të besoj shumë që do të ishin në përqindje shumë të vogël. Për shkak se kjo ndikon automatikisht ato komente lexohen prej vetë personit, lexohen prej familjarëve, të cilët ka shumë gjasa ta acarohen dhe të fillojnë të mendojnë njëjtë. Për shkak se do thotë është bë diçka publike, edhe ne normal që si shoqëri morali jonë është emri i familjes, domethënë. Edhe kjo mandej e vështirëson pranimin e një realiteti. Edhe kur ne nuk dojmë me pranu, mandej fillojmë edhe gjejmë fajtorin, gjithmonë tentojmë me gjetë fajtorin. Po në këtë situatë, domethënë fajtori gjithmonë i takon organeve të drejtësisë. Çka na takon neve si shoqëri është të merremi me individët e përfshirë aty. Do thotë edhe në rastin e vajzës, ta mbështesim vajzën që, më thonë, mos të ballafaqohet me diçka ekstra tutje, për shkak se e ka përfunduar një përjetim. Mos të ngjallim përjetime të reja. Në aspektin psikologjik njerëzit flasin ashtu që ata ndihen. Edhe nëse nuk ka të bëjë me personin që e kanë ata përballë. Kështu që kisha dashur shumë që secili njeri që është pjesë e mediave ose e këtyre situatave problematike, edhe domethënë shfaqet, qoftë për mirë, qoftë për jo mirë, edhe të tjerë të fillojnë edhe komentojnë, ta dim që komentet nuk kanë të bëjnë me ne, domethënë për të cilët ata komentojnë. Komentet janë komplet të tyre, janë gjendja e tyre emocionale, po është diçka tjetër që normalisht që një vajzë e re ka problematike me perceptu një gjë të tillë.
E kështu që, domethënë, ky gjykimi publik, sa më i vogël, sa më i ulë që është shumë më e mirë për shoqërinë, për shkak se nuk i sjell dëm dobi realisht askujt. Vlerë, jemi në fund të këtij emisioni, një mesazh motivues për gjithë shikuesit tanë. Të provojmë të merremi me veten, ta balancojmë jetën tonë mes vetes edhe të tjerëve, as mos të bëhemi egoist, me thonë që veç unë jem më i miri ose veç unë du më marrë me veten, nuk më intereson për askë, as të fokusohemi 100% tek tjerë dhe ta lëm veten anash. Por ta bëjmë një balancë të mirë mes vetes, mes tjerëve, po ashtu të tentojmë gjithmonë të përçojmë diçka të mirë, komentet negative provoni me i lënë për shkak se nuk ka dobi as pak prej tyre. Aty secili kur e lexon një koment negativ hyn në profilin e tij ose të saj edhe shikon, kështu që më thonë tentojmë të jemi njerëz sa më të mirë për shkak se secili prej nesh e bën jetën në përgjithësi, edhe secili jemi pika uji që e bëjmë oqeanin. Kështu që ta kemi një oqean sa më të pastër edhe sa më të mirë. Një mesazh zakonisht i mirë, Vlerë, faleminderit shumë që pranove ftesën me qenë pjesë emisionit tonë dhe sinqerisht je një vlerë në shoqërinë tonë dhe lumnesa të kemi ty edhe për gjitha këto këshilla që i ndave me ne dhe gjithë publikun tonë. Unë të falenderoj shumë tyra për ftesën, me shumë kënaqësi. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, para se të përfundojmë këtë emision i cili ishte plot emocione dhe këshilla, ne duhet të falenderojmë partnerët tanë Ujin Miros, Poliklinikën Shoshi si dhe Spitalin Anaderm. Ne shihemi të shtunën tjetër, gjithashtu me histori të tjera shumë emocionuese dhe frymëzuese. Natën e mirë, mirëmbëjtje.